Jemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë. Ju themi mirëmëngjes të gjithë ju që po na ndiqni dhe jeni pjesë e programit Koha për të zgjuar prej orës 7 të mëngjesit, po edhe ju që jeni bashkuar në këtë moment dhe rikujtojmë këtu që kam në studio avokate Gerta Ambeli, mirë se vjen e dashur dhe faleminderit për predispozitën për të diskutuar me të gjithë ata që janë duke na ndjekur për problemet që mund të keni hasur në vendin e punës, në rrugë, kudo tjetër dhe dëmshpërblimin që ju takon të merrni për shkak të pasojave që mund të keni marrë nga një aksident. Të shumta janë këto raste, Gerta? Në fakt janë shtuar së tepërmi. Përgjithsisht ne sidomos edhe në qytetin e Tiranës, por në gjithë Republikën e Shqipërisë ka aksidente një numër të shtuar dhe kjo mund të them që mund vi nga disa arsye. Një nga arsyet kryesore është sjellja e drejtuesve të mjeteve, që fatkeqësisht duhet themi që megjithse ata zotrojnë një leje qarkullimi dhe një leje drejtimi të mjetit, ata nuk arrin dot dhe nuk janë në dienit ende të rregullave të qarkullimit rrugor. Dhe pastaj sjellja e tyre mund të shihet dhe shkon në kufit e vetbesimit të tepruar, por edhe në kufit e neglizhencës. Pra, megjithse ata janë në dienit të faktit që në zonat e banuara nuk duhet lëvizin me më shumë se 40 km/h, ata nuk e respektojnë këtë fakt dhe kjo çon në aksidente dhe pasojat janë fatale. Ajo që duhet të sillen në vëmendje është fakti që megjithse individët presin një siguracion, ai siguracioni që ne njohim rëndom që është TPL-ja, ose ndryshe siguracioni për përgjegjësi ndaj palëve të treta, individët nuk e dinë që megjithse është kompania e sigurimit ajo që paguan dëmshpërblimin ndaj personave të dëmtuar, si për dëmet materiale ashtu edhe për dëmet shëndetësore, nëse ky drejtues mjeti ka qenë në drejtimin e mjetit dhe dua që gjithë qytetarët ta kenë vëmendjen te kjo që sapo po them, sepse ndikon drejt për drejt në përditshmërinë e tyre, në jetën e tyre, por edhe në pasurinë e tyre, në cënimin e pasurisë. Në momentin që një person drejton mjetin me pije alkolike ose pa patent, është e vërtetë që është kompania e sigurimit që paguan dëmshpërblimin ndaj personit të dëmtuar, por në fund kompania e sigurimit i drejtohet personit shkaktar me tash të quajturin padi regresi, që do thotë është qytetari që ka shkaktuar aksidentin në fund që paguan gjithë detyrimet. Pra, kjo padi regresi që e bën kompania e sigurimit mund të jetë kosto dhe bazë ligjore? Absolutisht. Mund të shkoj deri në cënimin e pasurisë së individit. Gjithmonë nëse në timon jemi të dehur ose? Dhe me pije alkolike. Këto janë dy rastet përjashtimore. Me pije alkolike dhe pa patent. Këto janë dy rastet përjashtimore që nuk mbulohet raste përjashtimore të mbulimit në sigurim nga referuar dispozitave të ligjit 32 të vitit 2021, që është ligji për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit. Ndodh shpesh si fenomen? Ndodh. Keni ngërç, se kam përshtypjen që tu krijohet një ngërç institucional. Ndodh në fakt dhe ajo që është për të ardhur keq është se megjithse njerëzit pjesa më e madhe se ka filluar ndërgjegjësimi, pavarësisht se unë jam me mendimin që duhet fillojë ndërgjegjësimi për respektimin e rregullave të qarkullimit rrugor që në fëmijëri dhe që në bankat e shkollës. Ne ende drejtuesit e mjetit nuk kanë një kulturë rrugore. Kjo e bën akoma më të vështirë të gjithë procesin e trajtimit të dëmit, por edhe mënyrën dhe faktin a janë të ndërgjegjshëm ta individ për pasojat që shkaktojnë, sepse kjo sjell jo vetëm pasoja në traumën e individit që shkakton aksidentin dhe të gjithë familjes, por edhe të ardhurave të tij, sepse në fund është ai që paguan dëmshpërblimin. Dhe vënë duke faktin që në rast të dëmtimeve të jetës, në rast të dëmshpërblimeve që mund të shkojnë nga 2 milion lekë të reja deri në 6 milion lekë të reja ose 60 milion lekë të vjetra, është individi ai në fund që i paguan. Prandaj njerëzit duhet të jenë shumë të kujdesshëm në momentin që drejtojnë mjetin. Jo vetëm që duhet të respektojnë të drejtën e tjetrit për të jetuar, që është një drejtë kushtetuese, por duhet të respektojnë dhe të mbrojnë edhe jetën e vet. Dhe ka ndodhur shumë aksidente që edhe ne si media, po edhe gjitha mediat i kanë referuar problematika me aspektin e marrjes së shpërblimit. Çfarë ndodh në kompanitë shqiptare nëse i referohemi kompanive të ndryshme, po edhe administratës, kudo kur mund të ndodh një aksident në ambientin e punës? Atëherë, po ti referohemi së pari aksidenteve rrugore, do sillem në vëmendje që personi i dëmtuar duhet pasi është paraqitur në spital dhe pasi ka marrë të gjithë praktikën e shpërblimit të dëmit, mund të drejtohet avokatit për të ndjekur gjithë procedurën e shpërblimit, sepse ka disa aspekte teknike që individët, sidomos në rastin e dëmtimeve në shëndet, nuk janë në gjendje të ndjekin vetë personalisht. Ndërkohë që në rastet e dëmeve materiale, individët përgjithsisht i drejtohen, e kanë kulturën që i drejtohen direkt kompanisë sigurimit.
Në rastin e dëmtimeve në shëndet, ata zgjedhin një avokat që në momentin që ndodh aksidenti, në mënyrë që ai ti ndjeki të gjithë procedurën. Pastaj marrëdhënia avokat-klient theksoj që duhet ndërtohet me një bazë ndershmërie dhe besueshmërie, sepse një nga problemet që has tek individët dhe kur unë i marr çështjet për ndjekje është fakti që ata janë pak mosbesues. Nga se vjen kjo? Nga fakti që mund të kenë pësuar aksidente në të ardhme, nuk kanë dëmshpërblyer siç duhet, mund të kenë rënë prej mashtrimeve, ose nga padjenia e tyre nuk kanë zgjedhur avokatin e dur, pra ka disa aspekte. Por ajo që duhet të theksoj është që pasi merret e gjithë procedura, pra e gjithë dosja e dëmit, avokati drejtohet kompanisë sigurimit dhe është kompania e cila shpërblen dëmin konform parashikimeve ligjore në fuqi. Të marrim rastin që nuk kemi një kompani sigurimi në mes. Atëre, ka diçka. Në momentin që ne të gjithë presim siguracionin vjetor, dhe është pikërisht ky siguracion vjetor që quhet TPL-ja, shkurt në jetën e përditshme, ajo që kushton mesatërisht 19.000 lekë të reja në muaj deri në 25.000 lekë të reja në muaj. Pra nga kjo kompanitë mblidhet pikërisht ky fond që bën të mundur që kompanitë të ketë fond për të dëmshpërblyer individët. Dhe në momentin që njerëzit i drejtojnë kompanive është kompania që paguan. Por kemi edhe disa raste që janë mjetet e pasiguruara dhe kjo është një gamë shumë e madhe dosjesh ku njerëzit hasin vështirësi të tepërta, sepse nuk ka një kompani ku t'i drejtohet. Institucioni përgjegjës për trajtimin e dëmeve nga mjetet të pasiguruara është Byroja Shqiptare e Sigurimit. Pra Byroja Shqiptare e Sigurimit është një institucion e cila i delegon njerëz prej kompanive pikërisht trajtimin dhe pagesën e dëmit. Rastet me mjetet të pasiguruar, po të shohim historikun ndër vite kanë qenë të shumta. Ka një tendencë zvoglimi të këtyre aksidenteve. Ndërkohë ne do të presim tani avokate edhe telefonatat në studio për çdo shqetësim që mund të keni pasur apo ndonjë ngërç institucional në këtë tematikë që jemi duke diskutuar sot, pse jo mund ta sillni në studio dhe juristja më pas do bëj edhe interpretimin ligjor sipas bazës së mundshme edhe për të dhënë ndoshta edhe këshilla praktike në të përditshmen tuaj. Kemi telefonatën e parë. Mirëmëngjesi. Të lutem, ule pak zërin e televizorit dhe më ndiq vetëm nga telefoni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po, i nderuar. Mirëmëngjes. Po? Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Dua të pyes avokate. Pyetëm. Jam një qytetar, para se të zgjidhja në pension, kam gëzuar kempin për arsye shëndetësore 2 vjet. Po. Mas asaj do lan pension. Dhe në pagën e kempit, po, të lutem na ndiq vetëm nga telefoni zotëri. Në pagën e kempit merrin 3.300 lekë të reja në pushteti vendor. Mama i prem. I kanë prerë kempin, po? Kurse tani kam filluar prap për bëndesa, dua të pyes, e fiqoj që kur ma ndërpren apo tani? Pra, ju po pyesni për kohën që nuk e keni marrë, dëshironi ta merrni kohën që nuk u vendosën në dispozicion? Po. Mirë. Po ju dëgjova, atëherë ju falenderoj shumë për pyetjen zotëri. Ajo që dua të them është që ka një ligj specifik që trajton pikërisht këtë problemin tuaj dhe normalisht ju duhet të bëni një aplikim sërish për përfitimin e kempit dhe duhet të dilni në komisionin e grupit të mjekëve që përcakton pikërisht daljen tuaj në kemp. Ajo që është pak problematike në Shqipëri është që nuk duhet të jetë periodike kjo dalja në kemp, sepse kur një person për shembull ka një paaftësi të përhershme që lidhet me mungesën e dëgjimit, mungesën e shikimit, kjo është një fakt tashmë i vërtetuar, dhe absolutisht kur është një dëmtim i përhershëm. Dhe nuk ka pse qytetari të zvaritet dyreve të institucioneve për të dalë sërish në kemp çdo një vit apo çdo 2 vjet. Pra kjo është një praktikë që normalisht do ndryshime ligjore dhe duhet të sistemohet, sepse unë një shumë raste që njerëzit e përfitojnë kempin në një moment, nuk kanë mundësi faktike dhe efektive që ti ndjekin të gjitha procedurat për të rinovuar, sepse normalisht një person që është invalid nuk mund të bredhi dyreve të institucioneve çdo 1 apo 2 vite, aq më tepër nëse nuk ka një person që e mbështet, pra një familjar të vet.
qytetin. Pra kjo është një ngërç dhe kjo është dhe një thirrje për institucionet që duhet ta sistemojnë dhe të mos ketë të paktën për një kategori të caktuar pa aftësisht, që janë evidente dhe të dukshme dhe të përhershme, që kempi të jetë i përhershëm dhe mos të ketë një periudhë kohore ripërtëritse të kempit. Besoj që zotria e ka marrë mesazhin, komentin e duhur, dhe presim të tjera telefonata në studio, po flasim për shpërblimin në rast dëmi në aksidente rrugore, në ambientin e punës, në çfarë do lloj konteksti, të cilin ju mund t'jeni ndeshur dhe pse jo mund ta diskutojmë në studio. Telefonata, përshëndetje, mirë se vjen. Alo. Po, përshëndetje. Përshëndetje. Të dëgjojmë, zotrim. Duhet të pjesë juristen. Plas në familje. Po? Jemi 6 familje të vjetra, që na 73-74, këtu, dhe në vitin 2009 ju drejtuam komunës për të na caktuar një vend si shndërtojnë të gjithë pa leje këtu, por ne nuk e bëm pa leje, dhe vam atje të na caktuar një vend për shtesë në pallatin në vjetë që kishim. Erdi kryetari komunës me inxhinierin hapën aty dhe na caktuar një vend dhe ndërtuam 4 në 6 familjet e vjetra. Në 2010, ishte në maj, më duket se ishte, ne saj këshim ndërtuar në mars, këshim marruar 4 atë, erdhën na i prishën atëre, ishte një Gjergj Bojaxhiu që në atë kohë ishte Partia Demokratike, dhe na i rrëzuan. Dhe tani nuk na legalizojnë atë tani, që ta ndërtojmë. Kam përshtypjen që po, zotrim. Të vetrojnë për ta marrë këtë se jemi në të vjetë dhe na kemi fëmijë pa shtëpi, se këtu nuk u dhanë në të vetë një familje, që nuk dhanë do me thënë këto 7.500 njëshin, dhe jemi në këto faza. Të lutem, në qoftë se ka ndonjë rrugë zgjidhje për ta rinërtuar këtë punë. Edhe si pas ligjit 2020 në dojë qeveria mundet. E qartë, tani, avokate Gerta Ambeli e ka ekspertizën e saj për momentin që jemi duke diskutuar, për sa i përket shpërblimit në vendin e punës, dëmeve që mund pësojmë e tjerë, mund të t'japim një koment të përgjithshëm, por kur të kemi avokatin e çështjeve të pronave, pa diskutim që zotëris mund t'japim një koment më të gjatë. Ajo që duhet themër që pikërisht çështja e pronave është pak specifike dhe delikate, dhe aq më tepër siç është gjendja në Shqipëri, që i ka kthyer dhe njerëzit në konflikt me njëri tjetrin. Kështu që do ta rezervoja të drejtën për të përgjigjer qytetarit nëse ai ndoshta më komunikon dhe më tregon gjithë dokumentacionin, se nuk mund të flas a priori për një çështje që nuk e kam. Shpërblimi i dëmit, a është i menjëhershëm apo është zgjatet në kohë, ka pasoja, ka efekte të tjera? Ndërkohë, patjetër linja është e hapur, mund të telefononi për çështje të tjera në çdo moment. Kjo është pyetje shumë e drejtë në fakt. Nga momenti që qytetari paraqet kërkesën për dëmshpërblim, është pikërisht momenti kur mbaron çështja penale në prokurori. Dhe një nga shkaqet që zvarritet së tepër me çështjen e dëmshpërblimit është koha që zgjat çështja penale, që do thotë dënimi i personit që ka shkaktuar aksidentin. Ja ta presim telefonatën. Mirëmëngjes, mirë se vini. Mirë se vini. Alo. Po, përshëndetje. A jeni një 24? Jemi një 24, po flasim për shpërblimin në rast të dëmit dhe aksidenteve. Unë kam përfitu pensionin s'ka me avokatën, a? Po? Po. Kam përfitu pensionin e minierës, 10 vjetë kam net në gjyq mirë, po më kam pas prej, kam pas mërë tretimet veçantat minierëve, më kanë ndërprer në 2003, edhe nuk më japin atë... Tretimin e veçantë? Tretimet e veçantat minierëve. E kuptove? Po, ju kuptova. Atëre, ju dojë të dini arsye pse nuk e përfitoni, apo çfarë mund të bëni për ta përfituar? Pension miniere, vetëm pension minierës kam fitu, por nuk më japin atë tretimet që më kanë pas ndërprer. Atëherë, kjo është, po ju kuptoj zotëri, kjo është një drejtë që ju nëse nuk e keni përfituar në rrugë administrative pas kërkesës që ju keni bërë, se nuk e di nëse keni proceduar me një kërkim në rrugë administrative, e vetmja mënyrë për ta përfituar dhe për të parë mundësinë që ju të merrni detyrimet e parapambetura është vetëm në rrugë ligjore, pra duke hapur një kërkesë padip pikërisht në vendin dhe në qytetin ku ju jetoni. Kështu që kjo është e vetmja mënyrë që ju ta përfitoni këtë masë pensioni në mënyrë që t'i drejtoheni gjykatës. Është e vetmja mundësi.
Faleminderit zotëri për telefonatën tuaj, presim të tjera telefonata në transmetim të drejt për drejt, problematika që ju mund të keni në rast të dëmit që mund të keni pësuar në aksidente të ndryshme rrugore, apo shpërblimet të cilat mund të jenë vënuar, procedurat të cilat avokatja në studio mund të trajtojë. Përshëndetje, mirë se vjen. Të përshëndes, zotëri, mirë se vjen. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Kisha një problem për këto të punën e kempit. Nuk e di në cilët raste përfitojnë për shumë persona që kanë qenë për shembull në emigrim dhe kanë ardhur me probleme për shembull të shëndetit mendor apo me dokumentacion, të shëndetit mendor apo diçka të tjera për shembull që mendohet për shembull për herë diskale, cervikale, tunel karpal, që ka pjesë të trupit më thënë që muskujt apo fizikisht është i pamundur që të punojë. Si mund të zgjidhet që problem ose çfarë duhet bërë për këtë rast, apo fiton kemp apo nuk fiton kemp? Atëherë më rënduar, domethënë flasim gjithmonë për një person që duhet mbaj një ritmezi apo një diçka gjë të tillë që ose me sforca të mëdha që të shtyjë ditën apo të kalojë ditën. Ju falenderoj shumë për pyetjen. Atëherë ajo që duhet të theksoj është fakti që ju duhet të merrni të gjithë kartelën klinike që ju keni patur edhe te mjeku familjes, po edhe nga vendi ku ju keni ardhur, pra gjithë dokumentacionin mjekësor që ju dispononi, dhe me këtë dokumentacion mjekësor dhe me një kërkesë ju duhet të paraqiteni te institucionet përkatëse, që është pikërisht grupi i mjekëve të kempit, që bën të mundur identifikimin e faktit nëse ky dëmtim, sepse nuk jam në gjendje të specifikoj dëmtimin që ju keni apo personin që ju i referojeni, të shohë nëse kjo sjell një humbje të aftësisë për punë dhe sa është përqindja e aftësisë për punë. Dhe në varësi të përqindjes së aftësisë për punë, kategorizohet dhe pastaj dhe niveli i grupit të kempit ku ju mund të bëni pjesë dhe shpërblimi dhe masa e kemi që ju mund të përfitoni. Të përshëndesim zotëri, besoj që e more përgjigjen nga avokatja, ne vjojmë me të tjera telefonata në studio, probleme që mund të keni hasur në aksidentet ndryshme, nëse keni marrë apo jo shpërblimin e merituar dhe çfarë rrugë mund të ndiqni ligjore. Zonja Ambeli është me ne në studio, telefonata, përshëndetje, mirë se vjen. Jam aksidentuar në punë. Po? Në një firmë. Kam fituar gjyqin të formës prerë në shkallën e parë. Edhe nuk ekzekutohet vendimi, nuk e marrin përsipër as përparuesi privat, as shtetëror. Si mund të veproj? I nderuar, ju keni dispononi një vendim gjyqësor lidhur me çështjen penale, pra që ka determinuar shkakun e aksidentit në punë, apo për vlerën? Po, në punë, në një kompani. E kuptoj, po janë dy procese të ndara që t'ja u shpjegoj. E para është një procesi penal që rezulton dhe mund të rezulton në një vendim gjyqësor të formës së prerë. Ju këtë dispononi apo dispononi një vendim lidhur me masën? Formën e prerë. Për faktin penal apo civil? Për shumën? Civil do t'jenë dionus. Po këtë duhet të ndani, sepse duhet kemi një vendim të formës së prerë që përcakton shumën e dëmshpërblimit dhe patjetër që përmbaruesi ka detyrim ligjor që ta ekzekutojë. Është e përcaktuar shumë. Atëherë përmbaruesi ka detyrim ligjor që ta ekzekutojë, po ju mund të drejtoni dhe shërbimit përmbarimor shtetëror. Është një institucion, mund ta gjeni dhe atë vendodhjen është me Selin Tiranë dhe mund të drejtoheni pikërisht shërbimit përmbarimor shtetëror, me që privatët nuk e kanë marrë në dorëzim këtë çështje, atëherë jam e bindur që te shërbimi përmbarimor shtetëror mund të gjeni një zgjidhje të problemit. Besoj që nuk e kemi telefonatën, sepse doja ta pyesja nëse e ka ndjekur si procedurë. Zotëri, jeni ende në linjë? Po. Po, e keni ndjekur procedurën që zonja Ambeli tha? Pra keni shkuar tek përmbaruesi shtetëror? Unë vetë personalisht ja pa avokatin. Atëherë, përsa kohë që keni një avokat, jam e bindur që ai i di të gjitha hapat ligjore që mund të ndjeki dhe mund të ketë një arsye sepse përmbarimi nuk e merr përsipër, se nuk besoj që përsa kohë që kemi një vendim gjyqësor të formës së prerë dhe gjithë dokumentacioni është i rregullt, nuk ka arsye pse mos ta marrin. Të marrim rastin që nuk e marrin dorëzim. Çfarë do? Atëherë i drejtohemi shërbimit përmbarimor shtetëror. Dhe përgjigjenim mund të vëmë edhe Ministrinë e Drejtësisë
absolutisht në shkres mund të vini ndjeni dhe të iniciohet edhe Ministria e Drejtësisë me ato departamentet që kanë përbërje të saj për t'i dhënë përgjigje problemit. E qartë. Faleminderit zotrit, të përshëndesim, urojmë të gjesh zgjidhje sa më shpejt jetë e mundur. Presim të tjera telefonata në studio për dëmshpërblimet në vendin e punës apo në rrugë kudo tjetër ku jeni hasur, keni ngecur në një moment të çështjes tuaj juridike dhe zonja Ambeli jep një interpretim në studio. Telefonata, përshëndetje, mirë se vjen. Më ndiqte lutem vetëm nga telefoni sepse komunikimin e kemi shumë të vështirë, pasi bëhemi bashkë me avokatën 3 persona që diskutojmë. Presim pak çast sa ta uli zërin. Përshëndetje. Telefonatat lutem. Mirë. Ritelefononi sërish në numërin që e keni në ekran, ne jemi këtu deri në orën 8:30 me shqetësimet tuaja. Telefonata, përshëndetje, mirë se vjen. Mirëmëngjesi. Të përshëndes nga studio, mirëmëngjes. Kemi sërish. Mirëmëngjes. Po? Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Të përshëndes zotri, po? Jam i qytetar të gjithë. Faleminderit. Jam jetoj në fshat. Po? Po neve çdo vit nga kërkohet të vend në Tiranë për të marrë kujtestarin, domethënë duhet të paqiteni. Unë nuk mund të vete, për shembull, mund të vej kujtestarja, për shembull, që është gruaja. Mund shkoj, zonja? Patjetër, nëse gruaja ka tag ligjor, pra është kujdestare ligjore edhe në dokumentat të zotrisë, patjetër që gruaja mund të shkoj dhe mund të kryejë të gjitha procedurat në emër dhe për llogarit tuaj. Sepse kjo është dalim te problemi që unë thash, është e pamundur që njerëzit që janë të dëmtuar dhe ka një paaftësi të konsiderueshme të mund të ndjekin gjithë procedurat. Ndërkohë përfaqësuesja e vetë është mund të shkojë kujdestare ligjore. Pra ajo merr në momentin që merr statusin kujdestare ligjore automatikisht ligjor. Nëse nuk e ka, gruaja sërish mund të shkojë po me një prokur nga ana e bashortit. Të përshëndesim zotrit nga studio e koha për të zgjuar. Faleminderit që zgjodhet ta ndash shqetësimin me ne, teksa presim. Po, ndërsa presim thjesht doja të vazhdonim pak pjesën e afateve. Atëherë, kërkesa për dëmshpërblim iniciohet në kompani pasi përfundon çështja penale. Pjesa më e madhe e çështjeve penale vonojnë, si në prokurori, si në gjykatë, sepse duhet kemi një vendim penal të formës së prerë. Por ka raste kur kompanitë e sigurimit janë të vetëdijshëm për mekanizmin se si ka ndodhur aksidenti, pra e dinë që drejtuesi i mjetit të siguruar pranë tyre është fajtor, ato e trajtojnë edhe pa një vendim penal të formës prerë. Dhe më pas iniciohet kërkesa në shoqëri dhe duke plotësuar gjithë dokumentacionin, shoqëria e sigurimit ka një afat 90 ditë, pra 3 muaj për të trajtuar kërkesën për dëmshpërblim dhe për ta paguar atë brenda 14 ditëve nga momenti kur del vlera e dëmshpërblimit. Pra dëmshpërblimi si rregull duhet të paguhet brenda 14 ditëve nga momenti që personi ka nënshkruar një marrëveshje me kompaninë e sigurimit. Presim një tjetër telefonat. Telefonata, përshëndetje, mirë se vjen në studio. Përshëndetje. Po? Jam interesuar të di, kam qenë në minier, në tokë, edhe jam aksidentuar. Pasëndaj kur kam të suar, dole prapi jashtë, u futa në minier, dhe kur erdhi koha e pensionit, ato nuk më njifen, më quhen sikur jam punëtor jashtë, jo brenda. Unë jam aksidentuar në minier, pse të mos më njifen këto si punëtor në tokë? Zotëri, ju falenderoj për pyetje. Aksidenti ka ndodhur brenda në minier, pasi është rikthyer në punë, ja quajnë aksidenti sikur ka ndodhur jashtë ambientit? Dëgjoj, jam aksidentuar në minier, në jashtë, i paf, nga një 2 vjetë, me raport jashtë, me putlet, pasaj u futa pra brenda. Mi po, kur dole pasaj në pension, këto nuk më njive si buton në toke. Më quen që ke dal jashtë, unë jam vëra në minier brenda. Ta ndajmë pak? Përfituar, po, thjesht ta ndajmë pak si pyetje. E keni përfituar dëmshpërblimin si pasojë e paaftësisë që u kësua për një periudhë? Jo. Nuk keni përfituar dëmshpërblim? Jo, as dëmshpërblim atëherë, po flas për monizëm, nuk që në tani jo. Flasim për një periudhë shumë të hershme? Është e hershme. E kuptoj. Çfarë ndodh me këtë rast? Tani do na besin ato s'minjifen. Atëherë, normalisht ju duhet të drejtoheni institucionit për të ditur arsyen se
ato duhet njihen, por ka disa parashikime ligjore specifike që normalisht duhet të institucionet të sqarojnë dhe qytetarët, sepse qytetari ju konkretisht duhet të paraqiteni me gjithë dokumentacionin, ose nëse ju keni një vërtetim që keni pësuar një dëmtim në punë, që kjo mund të referohet me kartelës klinike që ju keni patur, dhe ta kërkoni këtë në rrugë administrative. Pastaj nëse institucioni vendos që mos ja u njohë, pastaj vetmja rrugë kërkimi të drejtës tuaj është pikërisht në gjykat, nuk ka një rrugë tjetër të mesme, o në rrugë administrative ose në kërkimin e gjykatës të drejtës tuaj. Përshëndesim zotrin, ndërkohë unë kam një pyetje juriste përsa i përket rasteve që zhvendosen në kohë. Pra ndodhi aksidenti sot, nuk e bëj këtë lloj kërkese unë si person që më ka ndodhur aksidenti, çfarë ndodh nëse unë kujtohem pas një viti, pas 2 vitesh dhe mora inicim nga qytetari që tha ka ndodhur në një kohë më dhe më parshme. Atëherë, afati ligjor e drejta nuk humbet për një periudhë caktuar. Afati ligjor për të kërkuar të drejtën për dëmshpërblim të shoqëria e sigurimit është 3 vjet nga data kur vendimi penal ka marrë formë të prerë. Pra, brenda një afati 3 vjet nga data kur vendimi penal ka marrë formë të prerë, ju mund të drejtoheni në çdo kohë shoqërisë së sigurimit dhe nuk humbet e drejta juaj për të dëmshpërblyer. Ndërkohë, pas 3 vitesh, kjo gjë nuk ndodh më. Nuk ndodh më. Pra, është 3 vjet nga përvese kur personi, pra përfituesi, provon në mënyrë faktike dhe të dokumentuar që ka pas një arsye madhore që nuk ka mundur të kërkojë të drejtën për dëmshpërblim. Ndërkohë që në rast se kjo e drejtë lind kur personi është i mitur, atëherë kjo e drejtë afati fillon nga data kur personi bëhet 18 vjeç dhe pikërisht kur ai mbush moshën 18 vjeç deri në moshën 21 vjeç ka të drejtë ta kërkojë këtë dëmshpërblim pranë shoqërisë sigurimit. Cilat janë vështirësitë më të mëdha të këtyre çështjeve që ti i ke hasur edhe që mund t'i përmendësh në këtë bisedë që po zhvillojmë së bashku? Vështirësitë mund t'i shohim në disa aspekte. E para është komunikimi me institucionet, që është pak e vështirë. Shpesh herë prokurorit, pra organi i akuzës, nëse ti nuk je avokat i të pandehurit, jo, e para marrim për procedurë, nëse nuk je avokat i të pandehurit, pra nëse klienti jot nuk është i pandehur, ti je pak në një terr informativ sepse nuk informohesh. Normalisht në bazë të kodit të procedurës penale duhet të informohesh lidhur me aktin e ekspertimit, lidhur me emrat e ekspertëve, lidhur me përfundimet e aktit të ekspertimit, nëse ti je dakord apo jo me këta ekspert. Pra ka disa hallka që duhet respektohen konform kodit të procedurës penale, por organi i akuzës pasi mbyll të gjitha hetimet të informon se çfarë ka ndodhur. Dhe kjo e bën pak të vështirë se nuk e mundësi që ti të mbrosh klientin tënd në mënyrë efektive. Por përgjithsisht ka një ndërgjegjësim nga organi i akuzës që e bën mbrojtjen e të dëmtuarit, e bën pjesë të aktive të hetimit gjyqësor. Gerta, një fjali shkurt për gjën kryesore që duhet të ndjekin meqense jemi në fund të bisedës. Çfarë duhet të bëjnë menjëherë pasi aksidentohen, pasi pëstojnë një incident, që të mos u mbasin dhe të mos futen më pas në një procedurë pasgjidhje? Pasi aksidentohen, duhet të thrasin menjëherë policinë, të bëjnë gjithë procedurat në mënyrë të shkruar për aksidentin që ka ndodhur. Nëse ka mësuar dëmtime në shëndet, patjetër duhet të shkojnë të paktën brenda 24 orëve në spital, sepse duhet kemi patjetër një kartel klinike që bën lidhjen shkak pasojë të aksidentit dhe shkakut që e ka shkaktuar dhe pasoja që është, dhe vetëm kam një thirrje për qytetarët. Ju lutem, pjesa më e madhe e qytetarëve dhe ajo që mua më rastis është që heqin dorë nga kjo e drejtë me frikën se mos i shkaktojnë një dëm tjetër, se mund të jemi dhe në rreth mish. Pra në një makinë mund të jetë pasagjeri dhe ka frikë se nëse ai e kërkon dëmshpërblimin, drejtuesi i mjetit do pësoj një pasojë ligjore. Kjo nuk ndodh në asnjë moment. Ju keni në çdo moment të drejtë për të kërkuar dëmshpërblim dhe shkaktarin e aksidentit nuk e cënoni në asnjë moment sepse ja merri lekët shoqërisë së sigurimit. Përjashtimisht kur shkaktari është pa patent ose me pije alkolike. Jo, pa patent edhe pije alkolike që përmendëm fillim. Faleminderit shumë për trajtimin e temës edhe shpesh do të kemi pa diskutime dhe biseda të tjera me qytetarët në News 24. Të nderuar televizionistë, mos u largoni, pas pak në terren me Marcelin.